të ky bashkim midis këtyre dy të këtij çifti, në fakt, do ta ndjekim së bashku në minutat në vazhdim. Endrit dhe Eliona, mirë se erdhët. Mirë se gjatëm. Kënaqësi mi u pas këtu dhe kënaqësi mi u uru këtë rrugtim të ri që tashmë ka filluar për ju të dy. Kënaqësia jona. Faleminderit, kënaqësi. Si po ndjeni tash të sapo martuar? 3 ditë taze. Shumë happy. Shumë fresh. Mirë, emocion i ri. Në fillim e në faze që është krejtë ndryshe prej asajna që kom pas deri tash. Keni qenë më herët, po. Edhe ka fillu mirë, ka startu hareshëm, që po thu edhe ti fresh, edhe po besoj që inshallah të njëjtën ka me vazhdu. Ka me shku kështu, kam patjetër, uroj edhe unë ashtu. Qysh kalon ndarësën? Shumë mirë, jemi lodhë, po jemi kënaqë. Kështu që ka qenë ndarësma. Tash ju jeni të dy valltar, edhe më intereson shumë të di kush vallzoi më shumë. Ju apo musafirët? Vallaj më duket nas, kemi lëshu pa heq. Po prandaj. Kësaj here bashkë me dasport edhe na nuk kemi nol asnjëherë. Përkundrazi one që jam kanë nusja, na jemi mësu që nusja me kon pak ma e matën, pak ma më ndreq, po jo. E kom pas vetën që, je nuse, po je valtare shijaje, që shë ke shiju gjdo darsëm tjetër, dasmorve tjerë, e ke bo maksimumin, për darsme tonë duhet me bo hala ma shumë se që ke bo tjera darsme. Po, zakonisht thonë që Demek nuk knaqen shumë qifti në për darsmat e tyre. Ata që vallëzojnë, nashta nuk knaqen, a për neve që si kemi hi, kemi fillu me vallëzu. Na kemi haru që jemi kënë qiftin, a ma shumë kemi vallëzu se... Kjo është ma rëndësishmja. Në fund të ditës, dasma për qiftin bëhet... Po fix, edhe duhet me shiju ata në maksimum. Edhe kështu do ashta me dalë, duhet me shiju parët ata e më pas të ata të tjerët të cilët veç se kanë ardhur për të festu së bashku. Po këtemi pak mrapa në ko, edhe po mundohemi të kuptojmë se si jeni bo bashkë. Ndoshta edhe paka shumë më tregoni se kur keni fillu me vallëzimin se cili për vete, e më pas si ka ardhur deri te bashkimi ju të dyve. Me vallëzimin kom fillu afër rreth 11 vite, nështë edhe ma tepër, po rreth 11 vite. Edhe aty, kur kam shku një shoqëni kulturore, ka qenë Eliona valltare një kohë pak para meje. Aty jemi njoftu, kemi qenë shok, edhe kemi vallëzu një 5 vite në është atje. Tana ma pas, unë jem largu prej asaj shoqënie, edhe kjo ka vazhdua prap me vallëzu aty. Unë e kom kriju një grup tjetër, që janë vetë drejtori ansamblit Zëri Kamenicës, edhe ma pas ajo shoqënia tjetër ka përfundu, edhe me Elionën kemi bisedu, ka shprej vullnetin me ardhë, me u bashku prap me vallëzu se e danë vallëzimin shpirtnisht. Edhe kur ka ardhë aty, kemi fillu me vallëzu prap, si dy shok. Tana ka qenë një festival i vallet dyshe, që na u dash me kriju një vallet dyshe. Edhe kemi marrë përsipër, kemi punu, vallën e Bareshës edhe Bariut. Edhe gjatë punëve intenzive që i kemi bo shumë, edhe gjatë performancave ku kemi shku rreth 2 vjetë, domethënë, çdo festivale kemi bo vallën dyshe, jemi pëlqy shumë të një publiku, edhe ka qenë një valle tamam me motive dashurie, edhe aty e kemi dhonë dashurin për njëri tjetrin, po s'ja kemi shprej njëri tjetrit me fjalë, po me emocione, me mimika, edhe gjithmonë njëria na ka vlerësu si dysha ma e mirë, publiku krejt na thëshin qifti ma i mirë, na faktikisht ishmi veç kolegë, edhe po mdoget këtë fjalë të edhe teorisë edhe të publikut, edhe ajo shkëndia jonë, u patë e Zoti edhe sot që sot jemi bashkë. Shtu që ra vallja dhe na bashkoj. Ra vallja dhe na bashkoj. Eliona, qyshe e mban mend, e përshkrujti shumë mirë Endriti, po gjithsesi dëshiroj ta ndëgjoj edhe versionin tënd. Endriti i preki krejta pika që i përmbledhe prej fillimi deri në fund. Edhe unë faktikisht të njëjtën kohë pak muj me thonë para Endritit kom fillu me vallëzim. Edhe mas nej kur ka ardhur Endriti, jemi konë shumë thjesht valltar, krejt thjesht. A i reni i fundit që rënë në valle. Po me kohën, mas ne kemi vazhdu edhe jemi ngrit, e ngriti me një ansambel tjetër, une me një tjetër, po me kohën, une pa të ndru grupin, edhe mas ne dojsha me pas valltar në darës me të vllaut. Edhe momentin që dojsha me bo këtë farë pjesë valltarve, thojsha qysh me marrën e valltar, e une vetë mës me konë. Po. Edhe mas ne kom bisedu me Endritin, kom fillu me vallëzu në grupin e Endritit,
edhe kështu ka fillu me valle, kur shkojshme në festivale, që tha edhe ndrite Juria na vlerësojshin se jo veç dy vallëtarët më të mirë, dyshja më e mirë se çashtu janë do çmimet si dyshja më e mirë, po thoshin ky çifti më i mirë. Më falë, nuk jemi qift. Nuk jemi qift, jemi veç dyshe, po kështu... Kanë pa ata diçka tjetër. Kanë pa diçka që na nuk kemi mujtë që ju të dy ndoshta edhe nuk është se e keni pranu me njëherë. Unë e thashe, ne kemi pas... Nuk ka pëlqy, po... Natin e kemi pas, mos me pranu, po mos qeni sigurt për anën tjetër gjithmonë. E vërtet. Të njëjtën kohë edhe ka pas shumë raste kur na kena dalë me vallëzu dyshen, po që jemi kanë shumë i dhënushëm me njëri tjetrin. U kanë edhe kjo faza që nashta qatë shumë jemi dasht, si njëjtën kohë jemi kanë shumë një nati me njëri tjetrin për shumë sene që nuk e dishmi as vetna pse jena i dhënushëm. Po këto kanë ra të mirat e të këqijat edhe krejta janë grumbullu që na kanë bërë sot bashk edhe faktikisht kemi fillu në jetë bashkëshortore, të lumtur edhe me këto 3 ditë çka kemi mujtë me po, jena shumë në rregull me njëri tjetrin. Më vjen shumë mirë. A bën të ditë cila është ajo valle që pas ka qenë sebeb, si që thot populli, për t'ju boju dhe dy bashkë? Valle e Bareshës edhe Bariut. është valle dhe më dhënë që ata që kemi punu shumë kohë, kemi punu shumë prova intenzive për atë valle. Ka pas kohë që nashta kemi fillu në ora 11 ditës, kur kemi dalë në 3 natës për i teatrit. Qa që bat mi dashuru në valla njëherë, ta na u dashuru me zveti. Valja? Valja, dhe më dhënë valja ka qenë ajo që në bashkoj edhe falemderit shumë bretha i vallës. Po, falemderit faktikisht i takon profesorit Ilir Loko, është nga Macedonia. A i pat në atë kohë ka punu bashkë me neve si ensemble, edhe a i ka po diçka që unë nuk e kom ditë, po edhe ndritet e kish pason që kjo valle ju takon juve. Edhe e ka formu atë valle edhe nuk, do më thonë, deri sot nuk u shu kur. Kështu që falemderit profesorit Ilir. A më tregoni kur e keni pas performancën e parë për para publikut pikrisht me këtë valle? Dhe cilat kanë qenë emocionet e ju të dyve? Ka qenë, nëse s'gaboj, viti 2021 ashta? Jo, 21 ashta, mas pandemisë. Po. Amo ka qenë festivalit Valja Dysha në bashkon në mbajt këtu në qytetin e Prishtinës, faktikisht në Kishnic, ka qenë një organizator, Skender Thaçi, edhe ka pas prej gjitha treve shqiptare nga një dyshe. Edhe ka pas konkurenca ka qenë shumë e madhe, juria ka qenë profesionale, me profesor Ramazan Bogdani e profesor tjerë, edhe aty na u dash me përformu këtë valle. Aty jemi afrua ofër finales, po jo me qenë dyshja më e mirë faktikisht, se ka pas shumë grupe. Shumë konkurencë, po. Po, për herë të parë, dyshja më e mirë e kemi marrë në festivalin Opoja Vallëzon, në Opoj. Atje dhe më thonë, kur e kemi vallëzu, edhe publiku e ka pa që me të vërtet duhemi, edhe të nesrit, edhe juria ka marrë fotografit e tona, i kam postu, edhe kanë shtu që me të vërtet jo një dyshe që nuk flasin me goj, po flasin me dur, me mimika, me levizje, edhe këta janë vërtet mrekullueshëm, bele e kam dikon atë fotografi, e kam rujtë si screenshot që me pas ta njetën bej fjallëve tyne që i kanë thurë për neve, sa atëherë kemi qenë edhe 3, po edhe nuk e di, do më thonë, ka që shumë e këshmi dhonë në publik që na nuk e kemi pa, edhe aty jemi shpallë dyshja më e mirë, ka qenë një emocioni veçantë për herë të parë na, edhe morëm një çmim si ensemble, po edhe si dyshja më e mirë mes neve që as nuk u e ndru, as nuk e kemi prit. Po falë ati arti që kemi dhonë skene edhe u shpërbly edhe tash dhe më thonë u shpërbly edhe me martesë edhe me dashnia. Pa tjetër. E mban mend performancën e parë, Eliona? Performancën prej fillimit që kom startu. Po, nëse s'gaboj u kanë Saraj, nëse nuk u gaboj, e di që ju më kanë shumë e ri, edhe ju më kanë që shtash edhe meret shumë valtare e thjesht. Po, qaq emocionet forta ju më kanë që me dalë para një publiku ka që të madhe dhe kur i ke po dritat, blicat e njerëzve, të e po stonat prohoritme për ata valtar për nive, do më thonë, u kanë aj momenti që je dridh komplet, po momentin që ka startu valja, u shu, do më thonë, aj emocion, po ka shku gjithë shka në regull. U ka një emocion që ndodhë prap, gjdo festival që shkojnë, ndodhë prap, se besoj që nëse shuët nuk ka më dashni për valle. Kështu që gjdo herë që delë në skenë është një emocion që nuk përshkruhet me fjallë, po e para herë u ka në diçka e veçantë. S'diskutohet, e para i mund të gjitha. Fix. Intereson shumë të di, sepse ka shumë dashuri që lindin në shikim të parë.
në shikim dytë. Po që ajo që lind me një njohje duhet tjetë më serioze dhe normalisht edhe kur rëzohet pikrisht me martesë. Kush e bëri hapin i parje? Apo ku lindi s'dash? Regjia andejt, lutem. Unë kam qenë iniciator i parë. Po. Faktikisht në bazë të mimika dhe të syve... Sa ko të desh, po më intereson dijen? Unë e këndi që kjo po ka qef ma shumë se unë. Po? Po, kjo prit ke me i thunë. Edhe më ka dash... Tamam, puna brendrit me të pone Eliona. Po mu më nërvazojke se më dash ke një ko që me lut pak, me binda, dhe nëse të ke dush me lut pak. Po them në këtë natyre, po i pëlqen me lut. Unë të tregoj drejt se e ndritën e kum pas shumë shok të mirë. Faktikisht vllaun e ndritët e kum pas shok tepër të mirë. Po me ndritën e kum pas një mitësi dyqysh shumë e pastër u kon. Edhe nuk e ku menu kurat pjesë që një shoqni mundet të kthehet në dashni. Po, mundet më kthej në dashni. Nuk e kum besu kur, edhe kur kum një rast e kum thonë, zbesaj bre se nuk kum besu, do me thonë, nëse e kum pas një shok, kum thonë, okej, shok, kam e mejtë shok, po jo shok edhe burr. Edhe mas nej, kur filloj me lindë ndjenjat e para, thësha, Elion nuk je me vetën mirë, edhe doj senet kush që shtek, edhe, po, me kohën ka fillu edhe po lindke, ish fakt që po lindke edhe kër e i tregoj dikujt, thëmë nuk e kum besu ma heret, po që po ndodhke edhe ish diçka shumë e mirë se e njef shumë ma mirë, edhe e din kush është, qka është, qka ka bo, qka është të bo, edhe është shumë a let me kriju lidhjen edhe me ditë se qka jetu dashti prej ti. Kështu që nëse dikush e ka një kësi lidhje prej shoqnis me një jetes tash bashkëshortore, ka me pas shumë atlet me funksionu. Pa tjetër. Dhe e përmende pak me herët që je po nervoz se të do dasht me lut. Ku po jeton? Bile këtë pak të në ka pas shumë letë. Njëherë, hajde, sa letë. Mu vi ke i noti se veç kjo s'pranoj ke. Vajza tjera, kush kësha me valzu krejt syte one, kjo dhe ke une ju. Ama gjelezoj ke. Po tash. Kur hishmi me valzu me një festival tjetër, krejt shoqnit kulturore, unë tash me tulli vajze, mbi ke me u ka për dore me valzu, kjo prej fundit atje vike të vrapu edhe ma kap ke dore në mu, dhe ke jo ti me valzu me këto. Po dhe që ti s'podon, ama apet të kjo në rikëto. Po. Edhe nuk më liket, dhe me thonë kjo e ka dasht, po prit ke me... Hajdo. O konë edhe kjo moment, po kjo e ka bo me qëllim, se për shambull edhe nuk më ujtë më ka me valtar tjerë më bashkë. Valtar jemi, kërësosh me lujtë bashkë, ama jo, te one. E te one ka. Po shumë mirë, se këto janë ato momentet kur ndoshta nuk gjenë njeriu form tjetër komunikimi dhe në bazë të këtyre situatave, këtyre shprehjeve i bie që aty ka diçka. Me të tregu që, okej, a jetë pa që unë jam gati, veç vazhdojmë. Kjo është me tregu që ja këtu jam edhe mere hapin se një farë forme dritë e gjelbërt për të vazhdu tutje. Si e priti rreti shoqnor, valltarët tjerë, ata që ju njohin? Ata ju në kanë në shok, përveç një 3-4 vetave që e kanë ditë se kemi pas atë farë shoqnin e përbashkt, edhe shoku i ti i ngusht, shoqja jemi ngusht, i përshëndes me shumë rridje dhe dona. Ata ju në kanë kryesor që i kanë ditë problemet e ndritet, problemet e Elionës, kush qka tha, pse ma boni, qysh ma boni. Ata e kanë prit... Problematika shoqërore të përditshme që ne përbalemi çdo ditë. Ata e kanë ditë, po rrithi tjetër, jo. Se jemi të regu se jemi kanë shok edhe faktikisht e kom pas si shok, po me kohën, do më thonë, ka orë të ndryshu gjendja, ka pas rasa edhe prej tjerve që kanë thonë, a je bashkë me ndritina, nuk disha që ka me i thonë, okej, jam në procese sipër, po jo bashkë në atë nivelin që po, okej, jo bashkë. Edhe pse 70% tash kanë dyshu që jemi bashkë, në bazë valës që nga kanë po, se gjithmonë kemi qenë bashkë, si në valëzim, si... Në gjdo valët që kemi valzuna, kemi qenë dyshja e parë. Energjia vrejet edhe ndjehet nga të tjerët. Ndoshta edhe ju të mos e pranoni, të tjerët mund të ashojnë, mund të ndjehet. Tjerët e kanë parë, publiku shumë e një qytetari ose festival që jemi takun, më kanë thonë, ti mundesh mos me pranu, mundesh mos me tregu, po na jemi të e po që ju dujni i bashkë. Se gjdo moment me juve, do më thonë, kudo që të shëty është edhe kjo, kudo që është kjo je edhe ti, ti mundesh mos me pranu, me bo mediatike ose me marrë vesh tjerë. Amo kjo është e vërteta, dhe herë do kur ka me do në shesh, dhe me të vërtet, dulë që ashtu, po na nuk e pranajshmi.
Tani, është vështirë të ndani, po themi të njëjtin profesion, edhe pse kuptoj shumë mirë që me profesione reale keni edhe të tjera profesione, Elion në këtë rast e kemi gazetare, ndërsa Endritin e kemi policë. Dhe normalisht, sa do të ndryshme që janë, e ndani edhe këtë pjesën e vallëzimit që është e përbashkët. Tani, si ndryshon loja kur bëheni çift në këtë aspekt? Okej, kur jemi në vallëzim, jo nuk kemi xhelozi. Në vallëzim. Në vallëzim. Nuk kemi xhelozi se faktikisht po bëj hajgare se nuk kemi asë në profesionet që i kemi tash se kemi ditë prej kohës që kjo është policë, unë jam gazetare, kjo ka police, faktikisht ka ndrime, natën, ditën, unë kam punë me kamermana, me producente, do më thonë, është profesion që ki bashkëpunim me njerëz, me femna, me burra. Gjdo profesion, a? Në kohën e sotit besoj është shumë normale dhe shumë e kuptushme se veç... Bët asë një punë vetë, mo? Nëse veç nuk kuptomi, nuk kishë funksionu diritar, se unë kom punu diritar gazetare, ndritzit njëtën ku polic, ka funksionu shumë mirë, po edhe në vallëzim e kemi shumë atletë, se po, në atë fillim ka pas pjesë gjelozi si prej anës të i, si prej anës tem që u kanë ajo fillimi kur ke gjelozu pse mu kap me ato, pse me ato, po është shumë normale tash e kuptojna shumë mirë njëri tjetrën edhe nuk është që kemi najt problem. Momentin që nuk kuptomi ose nervozomi, veç e lëshkojmë një muzikë edhe jemi normal. Regulohet situata. Do më thonë normalizohet gjithë shka momentin që... Ljumë që e pas këtë gjithë qelsin. Ja. Se ka dhe shumë qifte që nuk e gjenë ndoshta këtë formën e komunikimit, kështu që na e kemi vesh një muzikë edhe dytë qështë jemi edhe shkapmi për dorë e valëzojmë prapë. Muzika është shumicën e kohës të krejtë njerëzit pjesa ma qëtësuse, ma relaksuse, dhe më thonë nëse unë e kom pas këtan edhe prej ma heret, nëse veç jem ka nervoz ose mërzit shumë, është një muzikë që të qëtësan edhe, okej, jetë amon me vetën edhe mund është me startu. Mirë, cilat janë planet tani për të ardhmen të e marrë parasysh që të dytë një farforme e ndani këtë pjesën e vallëzimit edhe normalisht ka, sidomos të folklorit e këto, gjitha ka shumë e shumë festivale, shumë e shumë pjesëmarrje, jo vetëm brenda vendit, po dhe jashtë vendit. Në këtë rast tani të dytë të njëjtën fush, duhet me e pa se cili po shkon nga cila anë. Po marë parasysh... Apo keni vendosë që jeni bashkë gjatë gjithë kohës? Po marë parasysh profesioneve që nëse në ndojnë eventualisht në ndonjë festival, po regullisht kur kemi ftesa ose festivale, mundomi që dytë me e marë përshim, edhe me punu drejt asaj, edhe për hatër të ati artit edhe shpirtit artistik që kemi zveti, po edhe për shkak të ansambli që kemi, se vetë jemi udhëhecë edhe kemi edhe 30 antarë tjerë, që ata nëse na dojnë me u largu, prap ata nuk na lejojnë, se frima dhe energjia që është mes krejt shoqënisë, dhe më thonë është ajo valja që kudo që shkoj me qenë matë mirët, me qenë të hareshëm, dhe më thonë na ka lidhë shoqënia, që është na ka lidhë mes neve si ndashni, jemi që ashtu të lidhë edhe me komplet shoqënin, që prap e shofëmi si opcion edhe pse jemi martu, na ka bashku valja me thonë tash, na jemi martu dhe mujna me përfundu, po jo, rrugtimi jonë dhe më thonë vetë se ka fillu me vazhdu, edhe pse deri tash ka vazhdu, po rruga jonë është pra për para, edhe për mes vallëzimit, edhe për mes profesionet tona që i kemi ndame. Kryesorja prap vallëzimi, nëse pak kemi hapësir, jemi prap të vallëzimi edhe kemi me konë gjithmonë. Sa ko që kemi shnet, kemi mundu me mbajt. E keni plan që të vazhdoni me këtë vallën e famshme që ju ka bashku? Kjo nuk ka më shukur. Besoj që ka me pas edhe shumë projekte trija, vallë trija, koreografi edhe me grupin, po edhe bashkë me Endritin, po pse jo edhe Endritin me një vallëtare, ose unë me një vallëtare tjerë, kur për shtatëmi nuk është kur gjo, së është dhe mos që... Ka kalu kjo gjelozia që u përmend më herët? Po. Ka kalu ajo pjesë, po momentin që jemi mirë me njëni tjetrën ose edhe me grupë, kemi mundu me funksionu sa ma mirë që është e mundshme. Ose bashkë me grupin s'ka dërtë. Pa tjetër, diskutohet. Kjo forma e komunikimit kur gjendet në mes të qiftit, të gjitha gjana tjera vjen vendin e vend. Mirë shumë, tani, po hi pak edhe kësaj personale, se ne shqiptarë jemi në funditës, dhe gjithmonë e bëjmë të pytje deshtëm na. Po që prandaj, sa ju kam pyta? Ju kam pyta halja, kur e keni plan me bo një bebe, kështu? Këtë pjesë... Dhe që ndodhë tani? Këtë pjesë ja kemi lonë në shta kohës edhe natyres, dhe më kur do që është kësmet që thomi na si
popull, atëherë e prej së mardh. A ju pengojnë të pytje, se zakonisht bëjnë, sidomos kur qiftet janë... Pak po, mu jo, përderisa kemi gjetë lidhjen edhe jemi martu, dihet që mas martesës pritet krimi i familjes, edhe dhe më thonë, misioni i jetës është kjo, me u rrit, me u martu, me kriju familje edhe me lonë diçka mbrapa. Kështu që atë mision e kemi edhe atë mision menojna me vazhdu nëse jemi shnosht dhe rahat. Edhe pse Leona pak po dhëtë herët se bëdan me punue, me ecë pak, me shetit, po e kemi lonë dhëtë kohës. Besoj shumë falë se të ndërpriva, vazhdojë nëse ki halon shtu. Unë besoj shumë që faktikisht normal që me kriju familje është primare, është vazhdimësia e jetës, është shumë normale. Për atë kur është zohët një qift në këtë rast. Për ato edhe jemi kriju për me bo familje, po besoj shumë që të njëjtën kohë vlen pak para se me fillu me menu shumë për familje, se mas nëjë familja kur e kryon ka me konë shumë primare, para punës. Ka shumë përgjithsi, vjen me... Po tash për tash kisha dasht me pas një tardhme, me pas një karrierë, një bagazh, që kom dhonë mundi, edhe kanë dhonë mundi prente mi diresat për me konun e një gazetare shkullqyshme, ose një moderatore, ose një qka do që e ka shkru zoti me konun më sfari. Me pas një karrierë teme, me pas qka me kalzu, unë mas 20-30 vjetë në ashta, pse jo, kur do që e ka shkru zoti me pas një fëmi, është krejtë normale, po ato pyqet e shpeshta, hala pa u martu, ose... Unë e këto e bëna me qëllim, sepse jemi, po e bëjmë pak si shpesh ndoshta, edhe një farforme, po e hymë qiftit në gjanat e tyre personale, sepse në fund të ditës është zgjedhje që e bën qifti vetë, apo bën sot, apo bën mas një viti, apo bën mas 10 viteve, nuk diskutohet edhe... Faktikisht është plani i Zotit, kur do që vjen, mirë se vjen, po me u mundu me majt një evidencë. Evidencë po dhamë kështu, se kur do që është e shkru me ka me ndodhë, jo kur dojnë njerëzit ose kur dojnë Eliona ose Endriti, po qka do që vjen, mirë se vjen. Ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu në studio qifti, ju uroj fillimisht shëndet, sa më shumë vallet bukura, sa më shumë dashnimi disi juve të dyve, e po shpresoj që do të shihemi dhe herave tjera, pse jo ndoshta bashkë me ekipën tjetër të vallëtarëve në ndonjë moment festiv dhe jo vetëm. Faleminderit shumë për pritjen, unë e veç kisha dashur mi falendëru gjithë ata dasmort që kanë qenë dasmën tonë me neve, edhe me të vërtet na e kanë zbukuru ditën më të veçantë tonën, edhe në mes neve dyve, po dhe familjeve tona, e krejt ajo atmosferë që u kriju edhe ato momentet mira që i kemi pas mrena asaj nate, unë isha dashur mi falenderu dy shokë të mi të ngushtë që i kanë rujt edhe kanë me i rujt gjithmonë, produksionin Derex edhe produksionin Blend Kastrati, që me të vërtet e kanë bo dasmën tonë një film madhështore. Kështu që faleminderit shumë për i tyne se krejtve që e në mundu, po ata e kanë rujt në historit jetës. Se ajo që ka kalon, mrena njerëzimit, harrot, pa ajo është një diçka që dhe mas 50 vjetë mundemi me po, dhe me të vërtet janë... Ajo që dokumentohet edhe mbetet. Eliona? Fiks. Edhe unë të njëjtën kohë kisha falendëru në Derex Studio edhe Blendin, për krejt ato momentet e parushme që na i kanë kriju edhe kanë me dalë shumë shpejt me një video për mbledhëse, edhe krejt familjartë, dasmort, të njëjtën kohë edhe babin tem të ndjeren që më ka shiku nga lartë, ditën tem atë veçantë të jetës. Më bjen keq, ngushëllime. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi.